Përshëndetje, përsëri jeni me mu Zana Daka në emisionin Këto dhe Tash. Pra, profesionin e radhës që do ta prezantojmë është teknik i ushqimit. Çfarë janë ata? Çfarë bëjnë ata? Teknologët e ushqimit sigurojnë që produktet ushqimore prodhohen në mënyrë të sigurt dhe ligjërisht me pas cilësinë e pretenduar. Teknologët ushqimor e kanë një papavit të fortë shkencor, të cilët njohuritë e tyre i përdorin për me kriju dhe me i përmirësu produktet ushqimore. Ata gjithashtu aplikojnë kërkesat shkencore të ushqimit për me përmirësu sigurinë e saj, cilësinë, ruajtjen, paketimin, përpunimin dhe shpërndarjen. Pra, teknologët e ushqimit zakonisht punojnë në zhvillimin e produktit ushqimor dhe sigurojnë që ato të përmbushin standardet e qeverisë dhe industrisë ushqimore në përgjithësi. Ata gjithashtu sigurojnë që zonat e përpunimit të ushqimit me qenë në përputhje me rregulloret dhe standardet e qeverisë për menaxhimin e mbetjeve ushqimore. Në qoftë se ka implikime që nuk mujnë me udhëzhet sipas tyre, ata mujnë me kërku ndihmë nga specialistët e paketimit dhe marketingut, inxhinierat të procesimit, operator bimor ose nga ekspertët për çështje të shijes për me evitu probleme. Për momentin po ndodhemi në ambientet e birrës Prishtina në Prishtinë. Unë si ndërmarrës kam fillu biznisin që në vitin 1988 në industrinë e drurit, pasi që jam mashinist, inxhinier i maqinerisë dhe nuk kam punuar asnjëherë në një sektor tjetër përpos 1988 lindi ideja për themelimin e biznesit familjar, i cili përjetoi një zhvillim të konsiderueshëm në industrinë e drurit. Pastaj në vitin 2011, duke pa mundësitë për depërtim treg dhe duke pa mundësitë për zgjerimin e biznesit, vendosëm që të themelojmë fabrikën e birrës. Hapi i parë i themelimit ishte hulumtimi i tregut, ndërtimi i strategjive të depërtimit në treg, pastaj fillum dhe investimin. Gjatë hulumtimit të tregut të birrës, ne u përballua me sfida dhe me mundësi të ndryshme. Sfidë ishte prezenca e madhe e birrave të huaja në tregun ton, kurse mundësi ishte po të ishim më konkurrent në treg, ka mjaft hapësirë që tregun ton ta zotrojmë me produktet tona, jo me produktet importit. Kështu që duke parë këtë mundësi, ne vendosëm që me investimin ton do të kemi mjaft pjesë në treg dhe do të pozicionohemi mirë në treg. Birra Prishtina e ka një histori të re, është birrari e re e cila ka filluar në muajin shtator 2014. Mirë po kemi fillu zgjerimin tonë në treg duke u bazuar në kvalitetin e produktit dhe duke u bazuar në teknologjinë që posedojmë, në investimin i cili është komplet i ri dhe duke u bazuar në eksperiencat dhe përvojat që i kemi fituar në Danimark, gjithashtu edhe duke pasur trajner të huaj nga Holanda, të cilët kanë punuar në birrarin tonë dhe të cilët i kanë bartë njohuritë e tyre dhe eksperiencat e tyre tek ne. Duke u bazuar në të gjitha këto, konsiderojmë se produkti të cilin e kemi është mjaft cilësor dhe i pranueshëm në treg. Si nxirret, masi nxirret, kalon në tankat fermentimit atje. Ky është shembull gypi i vortit që e çon studentët të cilët kanë dëshirë të punësohen në birrën Prishtina, duhet të kenë të mbaruar fakultetin e kimisë ose fakultetin e teknologjisë ushqimore. Mirë po, nuk është ajo njohuria e mjaftueshme për të qenë brewmaster ose për të qenë mjeshtër i birrës. Për të qenë mjeshtër i birrës, ne si ndërmarrës investojmë prap në ritrajnimin dhe në rishkollimin e atyre njerëzve të cilët i punësojmë. Brewmasteri ose mjeshtri i birrës ka përgjegjësinë më të madhe për cilësinë e birrës.
ai duhet të ketë kujdes për cilësinë e maltës, për cilësinë e hopsave, për cilësinë e ujit dhe për cilësinë e majas. Përgjegjësia e tij është mjaft e madhe, mirë po ty falenderue teknikës dhe teknologjisë që kemi ne këtu, aja përgjegjësi është e bartur në programin kompjuterik Braumatic, i cili e udhëheq procesin e zirjes, fermentimit dhe maturimit 24 orë e udhëheq në mënyrë kompjuterike. Kjo është makina që i mbushim kegat dhe i pastrojmë. Një brewmaster në birarin ton e fillon pagën fillestare me 500 euro e matej. Ndërsa në vendet e regionit brewmasterat kanë paga shumë më të mira, sidomos në Gjermani kanë paga mbi 3000 euro, kurse edhe në Kosovë ne nuk e përjashtojmë mundësinë si një brewmaster mund të paguhet 1000-1200 euro. Në për këtë shëritin këtu, na vjen elbi në trakë, edhe këtu përzihet me ujë. Këto janë pumpat që Performancën e punëtorëve e masim duke i analizuar aktivitetin e tyre ditor, javor dhe mujor, duke krahasuar momentin kur ka hyrë punëtori në punë dhe momentin mas një periudhë 3 mujore edhe mas një periudhë 6 mujore, të cilin e veshbojmë kohë pas kohe se a ka fillu ti adaptoj njohurit, a ka fillu ti rris njohurit rreth prodhimit, dhe a është i gatshëm që t'i rrisë edhe ma tej njohurit rreth prodhimit. Gjatë përvojës time në Gjermani, mbrejsha krenarin që përjetoj ke Braumasteri. Gjermanisht i thojnë Braumeister, ndërsa anglisht Brewmaster, kurse ne shqip i thojnë mjeshtër i birrës. Domethënë, ata që ka qenin vetën krenar që prodhojnë birrë, mirë po e kanë edhe pjesë të kulturës tyre. Kulturë e cila është duke u bartur edhe te ne. Birrën Prishtina, këtu si brewmaster, si mjeshtër i birrës, kam kryu trajnime jashtë vendit në Danimark. Atje jem konë trajnim 3 muaj ditë, kem bo eksperiencën në këtu që ka e në fillimi normal, edhe ideja e me ka qenë më t'jem mjeshtër i birrës në Kosovë, se dyqysh është për mua është një krenari, me punu në birrën Prishtina ose një kvalitet ose një produkt se kur prodhohet në Kosovë kjo, edhe kom bo përgatitjet mjaftueshme, kena pas trajnimet ndryshme, prej fillimit muna me qujt deri sot ku jena këtu, edhe o konë shumë për mu pak ka qenë se nuk isha mësu me pa asi regli, asi punë që ka punohet. Po të njëjtën kapacitet ose të njëjtën cilësi që shë kem punu atje, sot na e bojna këtu. Të njëjtën kvalitet, munda me thonë, ose të njëjtën, se ka qenë edhe birraria dhe projekti ka qenë i njëjti. Edhe nuk e kem pas vështirë adin edhe sot këtu tash të mbajmë këto, të bojmë qatë cilësi. Edhe këtu tash t'i kalon birra prej këtuit, kam vendosë më marrë me këtë punë se më ka pëlqy dyqysh si prodhim tjetë edhe një prodhimtari kësisoj në Kosovë, se ka shumë pak edhe na nuk kem një ori se si prodhohet birra ose si bohen do produkte këtu në Kosovë, se ka shumë pak, një është birra 5 ka qenë, tash janë një, edhe unë një dyqysh shumë i lumtur, shumë me një fjallë shumë i knaqën me produktet, si bohet edhe kisha pas qef shumë me pa edhe gjinja se edhe për mu ka qenë si ondër, kur kam qenë Danimark, kur e kum pa atje si qësh bohet birra, qësh fillan
ato gjanat krejt. Amo për mu është shumë e mirë dhe nina shumë i knaqër, shumë i lumtur. Merë kohë 3 javë ditë, me fermentim, me filtrim, me ato. Fermentimi bën 2 javë ditë, për më ardhë birra, mandej kalon në filtrim, dhe aty 1 ditë duhet. Atër kur kalon braj birtanka i duhet 4-5 ditë më qëtësu birra, edhe mandej është e gatshme për linjën e mbushës. Momentalisht janë aty bo pastrimin e kegave, që quhet fuqi, kegat janë burët e krigullav të birra, janë aty e bo pastrimin e tyne dhe mbushin e tyne. Përgjithësisht i kam këtu kryesorët janë normal të qëndroj kësaj kvalitetit në 2 të përcjelli komplet prodhimin edhe cilësinë e ato, qëto janë mas kryesorët. Punë ekipore kem, me kolegë, me ato, si me një fjalë si pa punë nuk ka dhe jetë. Edhe kështu që kena nevojë për punë, kena nevojë për shumë kësi firma ose pa marrë parasysh, kena nevojë t'jem edhe na përgatitur dhe t'jem edhe na sikur është gjenerata në për Evropë, sikur jetojnë ndryshe, punojnë, kryjnë ato shkollën, praktikën e bojnë, ka e kem nevojë për këto gjana. Shishës normal, kurse ajo është për datë, kështu. Unë e kisha këshillu të gjithë kuadrat e reja, të janë sa ma të përgatitun edhe të shohin jetën e tyre sot prej fillimit në një moshë ku mundën me kry kurse, ku mundën me shkollu, ku mundën me gjetë një jetën e tyre ku ata mendojnë edhe ku ata e dojnë ato anë. Përpara s'ma ka marrë mendja që merrna me këtë punë, po sot e du këtë punë shumë edhe jam shumë i lumtur me këtë punë, edhe ndina shumë si njëjtë artist mo me këtë profesion. Janë 2 lloj hopsash, mishi edhe dyshi. Këtu këtë është proces automatik, kjo vetë i merë këtë gjë. Jemi me grupën The Glasses dhe tani ata do të performojnë The Lady Big Dream. Shkojmë! The other way around. And how many things you had to say before she changed her mind. And all you where you belong, and everyone's there. Got a big dream, but separated like snow. When tears ran through your eyes, just as she was getting older too. But you don't have to put it in this way before she acts like a kid. She said, please help and beg me out before she wept one more time. And all you where you belong, and everyone's sad as she got a
said it separated like snow when tears ran through your eyes, just as she was getting older too. And all you where you belong, and everyone's sad as she say the words. You got a big dream, but it's separated like snow. The tears run through your eyes, just as she was getting older too. Jemi në firmën virtuale të shkollës sonë, në të cilën mbahet praktika profesionale e drejtimit teknologji ushqimore, e cila bazohet në modulet dhe kurrikulat, të cilat janë të hartuara nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës. Këtu, në këtë firmë, është një donacion i qeverisë zvicrane dhe implementuar nga Swiss Contact, është e pajisur me të gjitha mjetet ku praktika profesionale mbahet në disa drejtime. Teknologjia e përpunimit qumshtit, teknologjia e përpunimit mishit, teknologjia e konservimit dhe përpunimit fruta perimeve dhe teknologjia e prodhimeve furtare. Në të gjitha këto profilet, nxënësit aftësohen profesionalisht deri në përfundim të shkollimit gjatë studimeve 3 vjeçare. Benefitet e edukimit formal janë shumë më të mëdha në krahasim me benefitet e studimeve apo edukimit të përgjithshëm dhe gjimnazeve. Nxënësit e cilët përfundojnë edukimin profesional janë të gatshëm të studiojnë në të gjitha universitetet, mirë po njëkohësisht ata janë edhe të gatshëm dhe formohen për tregun e punës në profilet përkatëse të cilat ata mbarojnë. Përveç kësaj, ata kanë edhe mundësi që të jenë ndërmarrës të rinj dhe të hapin bizneset e tyre private. Këshilli i shkollës merr vendim për afatin kohor në të cilin do të hapet aplikimi dhe pas këtij afati të gjithë nxënësit e cilët përfundojnë klasat e 9-ta i bin këtu aplikacionet e tyre me dokumentacionin përkatës dhe pas përfundimit të afatit komisioni vendos për regjistrimin se cilët nxënëse janë regjistruar në shkollën tonë. Paraprakisht, nxënësit kanë aplikuar në drejtimet të cilat ata dëshirojnë. Dhe në përfundim të procesit të aplikimit, nxënësit vetëm e dinë se në cilet profile dhe drejtime ata janë të vendosur dhe do të vazhdojnë shkollimin. Dhe me datën 1 shtator të gjithë nxënësit vendosen në përklasa të cilat pastaj fillojnë procedurat mësimore, teorike dhe praktike. Shkollimi zgjat 3 vjet dhe si në të gjitha shkollat publike shtetërore në Kosovë, edhe këtu është pa pagesë. Të gjithë profilet të cilet organizohet mësimi japin shumë mundësi të gjithë nxënësve duke filluar studimet universitare, pastaj tregun e punës, të kenë qasje drejt për së drejti të punojnë në bizneset e ndryshme, përkatëse, të cilat ata përfundojnë studimet, dhe së treti, të gjithë nxënësit kanë mundësi që të jenë edhe të hapin bizneset e vetat, bizneset të ndryshme, në profilet e cilat ata kanë përfunduar shkollimin. Realisht 10 deri 15% të nxënësave të shkollës tonë punësojnë në profilet përkatëse në për bizneset të ndryshme në Kosovë. Ne si shkollë kemi disa projekte dhe një prej tyre është internshipi.
Përmes projektit të internshipit, ne nxënësit tonë i dërgojmë në për biznese, për praktikë profesionale 1 deri në 2 muaj, në të cilën aty punojnë praktikisht dhe njëkohësisht kanë mundësi të njoftohen me bizneset dhe me pronarët për punësim në të ardhmen. Dhe kjo pikërisht mund t'ju ndihmoj atyre që të jenë të gatshëm për të vazhduar punën në profilin të cilin ata kanë përfunduar. Faleminderit që na ndjekët, shihemi herën tjetër.